Fillimisht faleminderit media për interesimin. Unë jam familjari i Vjerës, njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit të Fshatit. Dua t'ju njoftoj se siç po qarkullojnë do informata nuk janë burrë grua, ndërsa kjo familjarja jonë është që ka ndruar sot dhe ai para një kohë ka qenë punëtore e tyre me gjithë bashkëshortin, por rrethonat se çush ka ardhur deri te vrasja nuk i dim as në si familja. Andaj kërkoj edhe nga ju media që mos të dhojnë ndonjë prononcim që nuk është ndonjë fakt që nuk ekziston dhe kërkoj me kuptimin e juaj që familjarët mos të shqetësojnë më shumë. A dihet musha e viktimës? Rreth 14. A ka pas ndonjë problem më herët me? Jo, nuk ka pas, ka qenë një grua shembullore, po që Lash Zoti që kjo të jetë viktima e fundit. Ju tha që ka punu bashkë me bashkëshorte. Kam punu para një kohë në A ju kanë tregu bashkëshorte vetë, kanë pas probleme bashkë? Ja, s'kam pas kur farë probleme shkurgjë. Simas një informate jo forgjëtare është se xhelozia pse ke shku në tjetër vend me punu e të lëndo. Që kjo është, andaj po kërkoj për juve që në kuptim që mos del diçka se nuk janë bashkëshort, po kjo ka qenë realiteti. Oh,